Po ashtu të takohemi se jemi taku ende që 4 vite unë e kryeministri për të mirën e kryeqytetit. Kjo është një plan shumë vjeçar, të cilin duhet ta bëjmë ndryshe mbase me dikë tjetër, e kryetari Rama pas vjeshtës duhet gjeni punë tjetër. Kur kemi një bashkëpunim mes nivelit qendror edhe kryeqytetit, edhe po e shohim tash një fillim të mirëfillt këtu me një qerdhe në Bardhosh. Kemi edhe një numër të madh të projekteve në kryeqytet që unë kisha dashur me ju lut kryeministrit në detyrë këtu publikisht që t'i zhbllokoj buxhetin e kryeqytetit, i cili tashmë është i bllokuar, bartja po ashtu, projektet e mëdha të cilat si Unaza e kryeqytetit për shembull që është 206 milion, 82.4 milion prej tyre janë faktikisht falas, edhe ato mundemi me i shty përpara, janë projekte për Prishtinën, për kryeqytetin. Po ashtu të takohemi se jemi taku ende që 4 vite unë e kryeministri për të mirën e kryeqytetit, prandaj këto projekte janë relativisht minore e ashtu në relacion me projekte tjera madhore që janë me rëndësi shumë të madhe për zhvillim të kryeqytetit, prandaj po them është fillim i mirë, po ta vazhdojmë kryeministër, të bëhemi bashkë e t'i grojmë proceseve të mëdha, jo vetëm këtyre të voglave. Po është e mirë edhe kjo. Kryetar, faleminderit shumë që jeni sot këtu në vendosjen e gurthemelit të investimit nga Ministria e Arsimit dhe ju garantoj që çdo kërkesë formale që ju e sjellni sipas legjislacionit në fuqi do të realizohet menjëherë, sepse e dim sa është e nevojshme investimi dhe në vizitën që do të bëjmë në qerdhen në Vranjevc, do të shohim se kanë shku punimet, edhe aty po ashtu është shumë e rëndësishme të përmendet që ka vit më shumë se 2 vjet që zhbllokohet situata për shkak të një leje së ndërtimit, andaj e ripërsëris, besoj që gjithçka që vjen sipas legjislacionit në fuqi, kërkesat formale do të plotësohen, sepse jemi aty për të bërë më të mirën për nxënësit edhe për qytetarët gjithandej në Kosovë, natyrisht edhe në komunën e Prishtinës. Së pari, fëmijët një mend janë të vegjël, po asnjë qerdhe nuk është minore. Çdo qerdhe duhet të trajtohet me seriozitetin më të madh, sepse bëhet fjalë për fëmijët. Së dyti, unë kam takuar kryetarin e komunës Prishtinës disa herë në zyrën time. Dhe investimet janë 12.234.000 euro në fushën e arsimit në kryeqytet, dhe këtu jemi për fushën e arsimit, jo për çështjet e tjera. Kemi edhe investime të tjera, por ato natyrisht që kërkojmë planifikime të tjera, e kjo është një plan shumë vjeçar, të cilin duhet ta bëjmë ndryshe mbase me dikë tjetër, e kryetari Rama pas vjeshtës duhet gjeni punë tjetër. Taku bashkë, kur keni marrë mandatin, si që kujtohet, unë kam vizitu në zyre edhe kam kërku nga ju që të na ofroni mundësit që të investojmë për fëmijët e komunës së Prishtinës. Deri më tani, se cilën prej kërkesave të komunës së Prishtinës, flas për Ministrinë e Arsimit, e kemi plotësuar menjëherë.